27 marsi këtë viti shënon fillimin e eksodit të vitit të 1999 në Kukës. Me datë 27 mars në orën 13:20 në pikë kalimin doganor të Morinit hynë 187 refugjatët e parë nga Kosova, ku shumica ishin fëmijë dhe gra të cilët ishin në gjendje të mjerueshme fizike dhe mendore dhe të plagosur me mjete të forta. U morën masa të menjëhershme për transportimin e tyre me mjete të transportit civil dhe ushtrisë nga drejtuesit e ish prefekturës së Kukësit të asaj kohe. Ata ishin kryesisht banorë të fshatrave të Prizrenit, Krushe Madhe dhe Zy. Si fillim, këto refugjat u strëhuan në Pallatin e Kulturës Hasan Prishtina. Kryetari i Bashkisë së asaj kohe, Safet Sula dhe Kukës Televizion përmes transmetimeve 24 orë të ardhjes së refugjatëve nga Morini dhe informimit të publikut për çfarë po ndodhte në Kosovë përmes rrëfimeve të ardhurve me dhunë nga trojet e tyre, u bëri thirrje qytetarë të Kukësit që të ofronin mbështetje ndaj refugjatëve. Ditë një herë me një pruën e kanë shtiç aty pa hungur pa pi hiç. Bike shi, fëmija lypshin buk, erdhu shtria, bëke stërvitje në për neve aty ku ishim, pa për nimi vetë në shta mujnë me thanë, lypshin buk, rinja dhe pop, jo sot kini më këthina për shpia, timin e shishim, shpjet në kanë kollë kret. Pas kësaj thirrje, qytetarët kuksian filluan menjëherë të strehonin refugjatët nga Kosova, dhe në orën 19:30 të datës së 27 mars, kanë hyrë rreth 3.000 kosovar brenda territorit të Kukësit. Presidenti asaj kohe, Recep Mejdani, kryeministri Pandeli Majku së bashku me disa ministra të kabinetit mbritën në Kukës. Qëllimi i ardhes ishte vlerësimi i gjendjes në prefekturën e Kukësit, pas sulmit luftarak të NATO-s, si dhe masat që duheshin marrë nga qeveria shqiptare dhe pushteti vendor në rast të ndonjë fluksi të shqiptarëve, si edhe përgatitjet e mundshme për tu përballuar me ndonjë sulm që mund të ndodhë si pasojë e akmarrjes së ushtrisë jugoslave ndaj sulmit të NATO-s që filloi në mars të vitit 1999. Ndërsa deri në orën 24 të datës 27 mars 1999 në Kukës mbritën 12.721 kosovar. Ndihmat e para ushqimore erdhën nga Ministria e Bujqësisë, ku me datën 27 mars në Kukës u dërguan kontingjente me ushqime për 2.500 persona në muaj. Edhe Kukës Televizion me vetë iniciativën e presidentit Lutfi Meçka u bë streja e refugjatëve dhe dhënies së ndihmave ushqimore, ndërsa prej datës 27 mars 1999 deri në përfundimin e luftës në Kosovë u bë e vetmja dritare e njoftimeve pa pagesë të familjarëve që përmes Kukës Televizion çdo minutë të ditës njoftonin ardhjen e tyre në Kukës dhe strehimin në familjet kuksiane. Eksodi i vitit 1999 në Kukës ishte shpërngulja me dhunë nga shtëpitë e tyre e mbi 800.000 kosovarëve gjatë periudhës 27 mars 1999 deri me 13 qershor 1999. Kjo erdhi si pasojë e konfliktit të Republikës Federale të Jugosllavisë me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, NATO-s dhe Ushtrinë Tokësore të Shqipërisë. Në fillimin e vitit 2000, nga një bashkëbisedim me Ministrisë së Jashtme dhe institucioneve lokale të atëhershme, Kuksi arriti në treshën finale të çmimit Nobel të Paqes, hera e parë që një qytet nominohej për çmimin Nobel, po pa arritur ta marrë këtë çmim.